Djemtë Vezullues është premiera më e re që do të vendoset në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës në datat 21, 22 dhe 23 mars të premten, të shtunën dhe të dielën në orën 19, me regji të Roland Mingës në interpretimin e Astrid Hasanit, Artan Islamit, Alba Shtëmbarit dhe Matilda Vdulit. Po, këtë radhë vim me Neil Simon, për mua është era e dytë që punoj me këtë autor, sepse është një autor interesant, autor amerikan, njerëz të cilës autor, dramaturg të cilët nisen nga jeta dhe krijojnë situata fantastike. Kemi punuar 2 muaj, 2 muaj tani jemi në kohën në cilin ne presim spektatori dhe presim verdiktin e padiskutueshëm të spektatorit. 2 miq që kanë lidhur jetën me teatrin, 2 miq që e kanë konsoliduar jetën artistike në kudrën e skenës. Nëse flet për njërin, ke nënkuptuar tjetrin. Pas 15 vitesh që nuk flasin, ringjiten sërish në atë vend që ju ka dhënë shkëlqimin. Një grindje e të vjetër i ka ardhur koha të zgjidhet. E zgjidhja vjen pikërisht aty ku edhe u pezullua, në skenë. Dilema se a duhet të bënjanohen apo jo, nëpërmjet përpëlitjes së pleqërisë dhe mosdorëzimit. Janë dy aktor të cilët për një arsye ose për një tjetër, për kapriçet e tyre, janë prishur me njëri tjetrin dhe pas 11 vjetësh ata ringjiten në skenë. Dhe duhet të jap mesazhin që miqësia është e patjetërsueshme. Jeta është shumë e shkurtër për të kaluar me armiqësi. Dhe pikërisht këta aktor dalin mbi mëritë e vjetra për të theksuar miqësinë e cila i bashkon. Dhe ajo ku i bashkon është pikërisht skena. Aty ku ata kanë marrë jetë, aty ku ata mendojnë edhe të vdesin në një farë mënyre. Por kjo e gjithë pjesa është e ndërtuar në një humor shumë fin, do të thosha. Me batuta plot humor, me kundra batuta, të cilat e bëjnë spektatorin jo vetëm thjesht të qeshi dhe të reagoj, por në njëkohësisht edhe të mendoj për të ardhmen e afërt të tyre. Materiali ishte materializuar nëpërmjet aktorëve Astrid Hasani, aktori i ftuar, aktori i teatrit të Fierit, aktori ngrohtë, aktor me pasion për profesionin e vet, sepse në fundit ata aty pasqyrojnë veten e tyre. Artan Islami, i cili në këtë shfaqje, me thënë drejtën, ka marrë një sfidë shumë të fortë për një arsye shumë të thjeshtë që i duhet të rëndohet çik në moshë dhe kam përshtypjen se e ka realizuar jashtëzakonisht mirë këtë sfidë. 2 aktoret e tjera të këndshme, të cilat i japin dritë dhe jetë spektaklit, Alba Shtëmbari në rolin e mbesës dhe Matilda Vduli në rolin e infermierës, të cilat janë 2 njolla të bukura humori, janë 2 njolla të bukura të linjës dramaturgjike, të cilat e përcjellin dhe ndihmojnë në mënyrë eksplicite, po themi, shpërfaqjen e karaktereve të këtyre 2 aktorëve. Por pse duhet të vinë në teatr tifozët të ndjekin shfaqjen? Në datën 21 unë i ftoj të gjithë spektatorët sepse do të shohin një shfaqje shumë të këndshme. Në një skenografi shumë, do të thosha, shumë praktike dhe shumë estetike të skenografit Drini Sheu dhe në atmosferën e formulimit muzikor të Artur Dhamos. Në datat 21, 22 dhe 23 mars, të premten, të shtunën dhe të dielën në orën 19, Djemtë Vezullues është premiera më e re që do të vendoset në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës, një shfaqje që ja vlen të ndiqet.